Vetëm pak momente para nisjes së natës finale të Eurovisionit, Elhajda Dani sjell një intervistë ekskluzive për Agon Channel. Këngëtarja shqiptare tek e cila janë sytë të gjithë opinionit publik mbrëmjen e sotme, tregon se është e mbushur me emocion dhe përgjegjësi të madhe. Emocionet janë shumë të mëdha, po edhe lumtur, me ti pres të shkoj në skenë të performoj. Po është një natë finale e një ndër shove më të mëdhenj të muzikës në botë, është ndër dhe kënaqësi kemi pjesë të këtij eventi. Fakti që Shqipëria do dalit të këndoj parafundit në numër, është një fat i madh për mendimin tim. Gjithë bota ndoshta do i ketë syt nga ne. Ajo që ne presim është të dalim sa më mirë dhe gjë tjetër nuk është në dorën tonë. Ajo që unë do bëj është të performoj sa më mirë dhe të kënaqem, ta shijoj dhe të këndoj për ju këtë natë. E pyetur mbi komentet e disa ditëve më parë në natën e gjysmëfinales mbi një performancë në jo më të mirën e saj, 22 vjeçaria shkodrane thot se ka pasur një emocion të fortë. Ajo pohon se e di që pritshmëritë për të janë të mëdha, por edhe nëse nuk e fiton këtë festival, rëndësi ka që sikur ndonjëherë, ajo e vendosi në qendër të medias ndërkombëtare për herë të parë këngën shqiptare. Natën e parë kisha emocione, por jo asa të më poshte po Elhajda apo asgjë tjetër. Për mendimin tim jam shumë e lumtur se si shkoi nata e parë. Komentet që po bëhen, kënga që dihet të këndohet nga shqiptar, por dhe jo vetëm në Europë, ndoshta edhe më gjerë. Dhe pritshmëria që kënga ka pasur dhe Shqipëria ka pasur, sa herë është përmendur dhe lakuar emri i Shqipërisë në këtë event. Kjo është fitoria më e madhe që mund të prisnim, jemi në këtë finale kaq dhe për mendimin tim është momenti që ne të ulemi para televizorit, ta shijojmë dhe ta shohim si një koncert të bukur dhe jo si një garë. Por Dani në këtë rrëfim ekskluziv ka deklaruar edhe raportin e veçantë që ka me Agon Channel, duke falenderuar për mbështetjen. Këngëtarja është pjesë e jurisë së programit të suksesshëm Shans, i cili transmetohet në Agon Channel Italia. Agon Channel keni edhe mundësinë të jem unë ajo që i jap mendimin tim dhe vlerësoj të tjerë. Për këtë do të falenderoj gjithmonë dhe do të keq gjithmonë një pikë shumë të rëndësishme tek unë Agoni. Elhajda Dani do të konkurrojë 26-ta, pra e parafundit, në listën e 27 vendeve pjesëmarrëse në natën finale të Eurosongut, i cili nis në orën 21. Ajo ngjitet në skenë me këngën I Am Alive rreth orës 22:30 minuta e më pas të gjithë do të presim se ku do ta çojnë atë votat e jurisë dhe publikut.